Kjo është gjendja nga përmbytja që ne na ndodhi. Unë jam në prodhim. Me që kemi ndodhur të këto tokat, jem mbytur 2 herë. Edhe nuk na berë as edhe një lloj shpërblimi. Urdhoni e shikoni spesën ja. Ja për e i sotu. Ja. Ja shikoj. Ja. Shitet jo? E po të miliona. Po mund dorë shteti, Allah le bez zoti, nuk vuri. Ne edhim. Ka ardhur njëri? Ja, kështu. Hiq me fare. Hiq me fare s'ka ardhur njëri. Ja. Kryetari e komunës duhet të vinë për kontrol kështu, duhet të vinë. Po duhet të vinë. Ta që pas se ka vra me një pare, se mirë ato gjanet edhe, qa themi ne. Ju e mbillni do tokën tani? Jo, ja millë, ja, tëra kështu era. Ja ku kanë spesën aty jo. Tëra kështu, nuk millët. Do me një sezon para mbyti. Ja dhe këte kështu. Neve ne jemi në dorë Zotit e po na ndihmoj qeveria, mos e pjania, se pjania. Tokat janë me baltë, janë të Me infektuara baltë, tani çfarë do pas përmbytjeve? Joll. Nuk rrin dot. Ja, nuk ja. Tëra kështu ata. Si kjo këtu, ti gjitha. Ju s'keni mundësi të bëni asgjë? Jo, për këtë sezon jo. Mot, ty dhe nga shatori. Po, beti, po. Me serën time nga përmbytja e radhës, herës fundit, do me thënë ishte pamagjinueshme në punë digave, unë jam në prodhim, kam 5 dylymë sera. Dhe unë kërkoj Ministrin e Bujqësisë që të na vej dorë të na ndihmoj, sepse shpenzimet janë marramendse. Dhe unë për vetë time nuk kam asnjë lloj shprese, as siguri që unë ti mbjell me këto sera. Se unë nuk e di prap në tartën, e ka dhenë 10 ditë që i prap, mund t'i qojmë prap digat. Kështu që jam i pasigurt. Sa të llogaritë dëmi në trangull këtu? Unë jam në prodhim. Kam 5 dylymë sera, unë kam shpenzuar vetëm shpenzime, kam mbi 10 milion lek. Mbi 10 milion lek. Tani, te prodhimi këtu kisha shpresa, sot është 2400 lek, 2500 lek kilogrami salatorit. Ju nuk volet asnjëherë? Njerë vetëm kam njerë. Unë jam prodhim, si që po e shikoni. E përmbytur. Herë e dytë. Unë mytëm në nëndorë, qysh keni qenë ju atere kam bërë intervist, i shkullëm domatet, i bëm si bëm majti koha u thanë. Iku e i prodhimi parë. I kemi mjellë datën 20 dhjetor. Në pasaj erdhi një lumi për nuk doli aq. Pasaj ata hapën digat, që ujti papar 4 dit, domatja që në ujë. Mi 1 metër gjysmë kam video këtu në telefon të shikoni, serat në ujë, 4 dit në ujë. Kanë ardhur për vlerësim dëmesh? Erdhën vetëm ata të bashkisë që ka marrë emra. Ka marrë emra, shnuan si përfaqet, kaq, nuk dim gjem shumë. Aktiviteti juaj bujqësor është ndërprer tashme? Po, normale, këto nuk millime. S'kemi me qatë i millime. Po toka është gati për mbjellje pra? Po jo, ja të hysh aty është gjanë. Sa kohë? Ajo do paktën 1 muaj e gjysmë, të majnë koha, do 1 muaj e gjysmë, ku të millem për 25 mars. Çfarë dëmesh ju shkakton vonesa në mbjellje? Po, konësale. Ato mirë shpenzimet, po kanë edhe fitimi. Janë 2 arsye, jam fitimi, jam shpenzime. Që na quam mrapane, 2 herë. Ju jeni borxhe tashme? Po. Normale që jemi borxhe. Tani fidani se porosisim me dot, s'kemi ku ta porosisim, qysh do t'i themi? Njerë na ndihmuan, t'i themi prap na ndihmo, ne po na ndihmoj vetëm shteti. Vetëm na ndihmoj vetëm kryeministri që të thonjë të dalin vetë në goja gojas e ministri bujqësisë. Që na ndihmoj ne fermer të thonjë për serat për përmbytje. E kam verifikuar. Erdhën dhe i pam. Edhe s'kemi se që bëjmë.
Edhe fidanët që neve patëm porositur. Dhe Shqipërnia që na ndihmoi zotëria që ishit. Kurse pjesa tjetër e zero. A bëhet toka gati për vazhdimin e punës? Për një 2 muaj pas doli lumi, edhe mbas e bëhet. Po me punimi që është bërë aty brenda, nuk ka shanse. Këta nuk ka shanse me punimi që është bërë. Nuk hyjet brenda me. Aktiviteti juaj bujqësor është frenuar tani? S'kemi në vend. Parim me duar në qepat. Çdo gjë aty as millet as bëhet. Gjendja e zero. Parim pushimi me nis, kemi nevojë që të bëhet. S'ka as punë ku të bëjmë punën. Sa është në total afërsisht sipërfaqja e tokave në këtë zonë të përmbytur? Kush i përllogorit dot, kush i përmbledh dot, kur kjo doli deri atje lart, po ti shëvesh herët e ullishti atje lart, doli uji i tërë. Dhe nuk ishte shans që të qëndronte, sidomos të radhë që i kulluar fare, kështu ata merri ata kullonje e ata pinje. Pas përmbytjeve, a keni nisur punën për pastrimin e kanaleve të treta apo nga mbeturina? Ne nuk kemi para as dhe një gjë këtuja për kanalet. Ne nuk po na përmysin kanalet, ne po na më të lumi. Sa është lidhja kanali? Ky kanal këtuja të pastrohet, të rregullohet, po nuk është problemi se po na më të kanali. Ne po na më të lumi. Ai datorën që kanë bërë atje poshtë shka përceu komplet. I tar uji ishte i tar i kulluar, nuk ishte uji që thoshti dalë se na më të shihun neve na më të ajo. Ai erdhi uji ishte ari i kulluar. Unë kam edhe filmimin këtuja që kanë bërë tonë certime. Ishte kështu ja, sikur edhe pa e mirë na pusi. Ju kanë mbytur hapja fortave të hidrocentrale? Diga, nuk bëhet fjalë. Kjo është punë e digave, urdhësera do rrim bashkim. Nuk bëhet fjalë që ne vetim jemi të shjafur. Hyje këtu ti kadri. Hyje këtu në dyllafe. Po ai vajti këtu e kaloja i këtu. Shtëpia. Hyri në I shtëpi. evakuan atje në